Ta kish kërku postin e kryeministit, qa kishe thonë, ti vazhdojt ashti ku e mbiv, ku Sikur ta kish lyp edhe postin e kryeministit. Legjitime. Demokracion legjitime. Legjitime është. Po qëto o problemi? Qëto o problemi qëto është nuk e kemi zbuluar na, zoti Rexha, demokracinë peja grove të Greqisë antike e ka marrë perëndimi, na kemi marrë modelin demokratik gatshëm. Mos thome kemi marrë, se kemi pas qep, ose kemi marrë këtë ma shumë da i kanë tumë. Unë e ti po dalim me një gardë, qytetarë po vendosin që unë ta dhudheq këtë vend. Në diktaturë qytetarë vendosë që shpo me ndonë ti. Në demokraci vendosin numra, zoti Rexha. Si Abdigjiku e të thonë edhe ti. Nuk e vendosë qytetarë të që dhudheq Kosovën. Nëse po thomë si Abdigjiku a i koqoj më im koka. Apo? Po ka shë zoti. Në regull, veç diqka. Qytetari, pra, nuk e vendosë, mirë po e vendosin numrat, apo? Po në diktaturë t'ju tepë për fuqin qytetari. Në demokraci t'ju tepë fuqin aqë sot ti me bashkëveris me tjerë, zoti Rexha. Jena të folë për dy koncepte. Ajo qka unë edhe Arjeta, jemi sot këtu, është mbi bazën e një farvullneti politik që është bo në zxedhe. Po, zoti Rexha, kush vetë lëvizjes nuk ja ka mohus, këtë gjithë i kanë planu zxedhe, madje edhe studiot, edhe ish opozita më falni, edhe shoqënia civile, këtë kanë po, ju jeni fitusi. Dhe ato s'mundet kush me thonë të s'kevi. Por, në demokraci ka fitus të zgjedhjeve, absolut, që është njëherë ka ndodhur në Kosovë, pas luftës, do mund me 51% që ka fitu lëvizjave të vendosje, edhe që ka përzi kur pushtet. Herë dhe dytë, është fituse relativ. I thujnë demokraci fituse relativ duhet me gjetë partner. Që është me gjetë partner, zoti Rexha? 3 vendimet e gjykatës kushtetuse, por shkak se mu ka dosh me i lezu, ka herë janë të mundimshme, sepse asata zinë me shkru, është e vërtet, nuk dinë Shqip mirë me shkru. Po nejse, kjo tjetër çështje. Jo, bashkë ashtu. 3 vendimet e gjykatës kushtetuse thuhet decidivisht. Shumica parlamentare detyrohet në bashkëpunim në mirëbesim me këju institucionet e Republikës. Domthonjë ju jeni përgjegjës me gjithë partner koalicioni, ju jeni përgjegjës me u votu pakicave në kryetar, sepse ata i kanë veç 20 numra, demokracia i lyp gjatë e një, demokracia jonë, ju jeni përgjegjës për gjithçka, me dalë me thonë popullit, kombit me ju drejtu. E me thonë opozita duhet me na votu një, nuk ka sen më absurd në demokraci. Asnjë barq që opozita që ka me ju votu për juve. Asnjë barq nuk e ka. Hiq, prandaj, ju po synoni o krejt o hiq. Albin Kurti sot e thani të vërtet, të ti, ajo veç e vërtet ati absolute. Referendum, o krejt o hiq. Prandaj që kjo lëvizja vetë vendosje. Kush e shem ma heret, është ma mirë. Kush e shem ma vonë, ka me pas vështirësi me kriju institucione legale të sistemit. A është Kurti ai që s'dit bashkëpunoj edhe a është vetë vendosje kështu siç po e cilëson Matoshi Arbër? Po nëse më lejon tash Matoshi, Vlanin realisht për tendencën për krijimin e Vlanit, edhe Vlanin realisht zonin kryesor ka qenë lëvizja vendosje. Para e dyta, unë mendoj që kryeministri Kurti në këtë rast, kryetari i lëvizjes vendosje, ose ai i cili ka marrë më shumë të vota ndonjëherë në historinë politike të Kosovës, e ka kryer misionin e vet. Misioni i tij ka qenë që mi ofru pra partnerëve të cilët i ka parë të mundshëm bashkëpunim. Natyrisht, Aleanca nuk e ka pa partner, nuk e ka pa as Partinë Demokratike, dhe në këtë rrjedhoj ai ka pa Lidhjen Demokratike edhe Nismën. Ju ka ofru bashkëpunim njëna qysh në start, pra e ka refuzu në plotni madje edhe diskutimin për këtë çështje, ka propozu një farë qeverie të tranzicionit, pra mi u kthy kohës unë mikut, dhe tjetra ka kërku normalisht e mbështetur në shembujt të së kalumës, pra ma shumë se sa që duhet dhe natyrisht unë mendoj që ka kalu ma koha kur ne mund t'i kthehemi a situacionit e zajednicave edhe marrëveshje damshme të cilat kanë qenë në atë kohë kur pra postet kryesore të sigurisë kombëtare janë ndonë edhe listës sërbe, e ka në rastin me e bo qeverin, tash, mundën me e bo edhe me listën sërbe, mundën me bashkëpunu PDK